Kjo jotaja tapore, e që gëzim kemi këto ditë. Po japim atë mënyrën se si një shtëpi Gjirokastrite e ka pjekur kafen, e ka pjekur në kebab, në zjarr dhe e ka shtypur në gur me hekur. Të voglën e pleqëris, E veçanta e këtij procesi është se nuk mund ta përgatisim kafen tani dhe ta shtypim më vonë. Shërim është, shërim është, po të betojmë shumë. Pa që oratë të kështë. Kështë të qërpep që nuk se të tjeme. Guri është më shumë se 160. Po, 12-13 minuta për ta pjekur, këtu duhet nga 60 deri në 90 minuta të goditura, e cila përkthehet nga 800 deri në 1200 të goditura. Kjo s'është e mbaruar, thohet, por në momentin që kafeja plu ngjitet te pjesa fundore e hekurit, është e bërë. Ka mbaruar. Gjirokastriti mund të korrigojë.